Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 20, data 20 shkurt 2026. Çfarë na sjell kjo datë dhe arsyeja, ku janë planetet dhe çfarë ata ndikojnë tek neve? Ndikojnë, nuk ndryhyjnë. Ta kuptojmë një herë mirë këtë gjë. Kemi datën 20 ku Saturni formon një kënd me Neptunin në dash. Ky është një kënd veçanërisht i fuqishëm, veçanërisht në ato që ndodh në nivel geopolitik. Herën e fundit që dy planetet formuan një lidhje të tillë në shenjë tjetër, në shenjën e Britsjapit, dhe kjo është shoqëruar me rënjen e murit të Berlinit dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Zakonisht është një kënd veçanërisht aktiv në zhvillime geopolitike. Kjo lidhje shënon një moment kur besimet, idealet tona tronditen dhe ne duhet të rindërtojmë besimin ton. Nga njëra anë, Neptuni ëndrrimtar, por shpesh utopik, dhe nga ana tjetër Saturni realist. Sigurisht është një aspekt i shkëlqyer nëse duam që një ide ose një frymëzim Neptuni të realizohet dhe Saturni të ndikojë në ndikimin më të madh, sepse është koha, është periudha dhe vendimet që neve marrim. Vini re, çfarë po ndodh në rang botror, në lidhje me shtetet më të fuqishme të botës, nga koha që unë po them. Pra, nga mos ndikohen këto planete, nga mos të besosh astrologjisë, shkencës ndërshekuj në 300 vitet të shkuara. Kështu me radhë, do flasim një moment tjetër për këto. Gjithsesi, juve dini se çfarë ndodh. Ajo çka do të përfitojnë dhe do të ndikojnë shumë tek shenja Dashi, Gaforia, Peshorja, Britsjapi, në 10 ditët të parë ose ato që kanë ascendente në këto planete. Pra, është një mundësi, një kohë që duhet të rindërtojmë jetët tona. Duhet të shikojmë çfarë ne duhet bëjmë. Ku do të pozicionohemi, sepse është në rang global. Por e kemi thënë, Shqipëria, vendi ynë, nuk ndikohet, por shoqërohet, por kuptohet. Dhe nuk e them unë që është kërthizë e botës, nuk dua ta them unë që jemi mesi i tepsisë, por energjia që përçon Shqipëria. Energjia, do flasim një moment vetëm për Shqipërinë. Çfarë ndodh dhe ku janë planetet të sigurta, të flasim astrologji të mënyrë. Astrologji që ka ndikime dhe mundësi të arta në ato që ndodh. Se shumë janë folur, shumë herë kanë rregulluar, stabilizuar, por njëherë po do jetë shumë, po sikur, po nëse mbase rrjetet sociale marrin zjarr, do bëhet nami, filloi lufta e tretë botërore, disa në thonjza pseudo ku diun kanë problemet e tyre dhe për të marrë pak views flasin gjëra që s'kan kuptimin, as nuk lidhen fare me realitetin, dhe kështu që e kam thënë, thot ai tjetri, po kështu ka ndodhur. Ai tjetri thot ka probleme zorë, thot ka probleme me tëmthin, ka probleme këtë. A thua ti se krijuesi i ka dërguar këta për të vizituar njerëzit në pas planeteve. Ky nuk ndodh, prandaj mos besoni gjërat e tilla, mos u shqetësoni fare. Jeni me këmbë se gjërat janë krejt ndryshe dhe situata është krejt ndryshe. Dëgjoni parashikimin e vitit, ndryshoni shenjave me radhë çfarë ka ndodhur në kohë përpara. Astrologu pikal është atje akoma 2024, 2023 parashikimi që kemi thënë atëherë, kur ka qenë Jupiteri shigjetar, kur ka qenë Saturni shigjetar, çfarë ka ndodhur në shumë gjëra të tjera. Do t'i shikoni, shikoni atje, mund të ta vendos prapë atë video dhe ta shikoni nga ajo kohë çfarë kemi thënë dhe çfarë ndodh sot, sepse ajo kohë në 2014-ën kemi thënë këtë vit që jemi tani. Edhe e shikoni edhe vetë, do kuptoni shumë gjëra pastaj në anën tjetër. Tani, le të hedhim një sy bustos astrologjike, çfarë na mëson më tepër dhe çfarë ne kërkojmë që të ndikohemi në këtë gjë. Ja pra ku jemi këtu, se kam kthyer krahët. Këtu kemi ndikime, kemi mundësi. Ja pra ku jemi tek shenja e peshqve, pra këtu kemi dhe ndikime të mëdha që do të thotë Mërkuri, do të thotë ndikimi kjo në formë teje, po ta shikoni që jep një mundësi plus dhe një çështje të rëndësishme, por Mërkuri, Afrodita, Dielli dhe ndikimi më i madh që do të thotë ndryshimi që ka të bëjnë i Neptunit që jep një mundësi plus, por mos harrojmë sepse
Hëna në shenjën e dashit u jep mundësi plus në lidhje me ndryshimet, pra këtu pikërisht kjo këtu është gjithë kjo harku këtu kohor që juve e keni dhe si mundësi dhe si periudhë që ndodhin fenomenet. Prandaj nuk ka ndikime nga më të mirat që janë tani e tutje, ku kjo periudhë është periudha juaj dhe ndikimi më i mirë dhe më pozitivi i që ndonjëherë, sepse ndikimi i hënës që ndodhet në shenjën e dashit, pra po ta shikoni këtu, e kemi shenjën e dashit, ja ku është ndikimi që ka të bëjë në rastin konkret, pra pikërisht në këtë drejtim ka ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Dhe kështu që mos u shqetësoni, kjo ditë është ditë mjaft e rëndësishme që jep dhe mundësi dhe kohë. Tani, pas të fillojmë bashkimin e dy vështirë zodiakale, unë nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet e detajuara, astrologu.al, faqja Rose shkon atje, dhe më pas, duke marrë të dhënat dhe çfarë dëshironi juve, e keni atje dhe mund dërgoni mesazhin dhe pastaj, duke dërguar të dhënat, ne flasim në WhatsApp, në Viber apo në Skype. Për juve që doni që të mërkurën që do jemi live, doni dërgoni mesazhin të përgatiteni, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe pastaj direkt jemi drejt përshëndetjes me juve. Dhe doni pak më tepër si ta menaxhoni dhe siç dëshironi, gjërat e mira do të jenë lira. Një abonim i thjesht ju bën që të kaloni tek dritarja juaj ku ju hapet pastaj për të folur direkt në atë kohë që jemi, sepse ajo është kuptimi i jetës, kuptimi i gjithçkaje. Duke bërë një abonim të thjesht në kohën që ne jemi live, sepse direkt në bëhet abonimi dhe pastaj sa për përfundojnë i kemi të dhënat dhe direkt ju marrim dhe flasim me juve për çështjet për më tepër në ato momente që ne jemi drejt për së drejti, sepse masi përfundojmë emisionin, flasim me njerëzit që kanë bërë abonime direkte në momentin e duhur për të marrë parashikimin dhe për të folur direkt me ta për pyetjet, përgjigjet që ata kërkojnë. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për shenjën e dashit do duket se është një moment dhe një kohë mjaft e mirë, një kohë që vërtet është ndikuese dhe favorizuese. Ajo që do duket në lidhje me punën ka të bëjë me një takim shumë të rëndësishëm, sepse ndikimi që ka të bëjë, ajo që është më kryesorja, lidhet shumë me anën ekonomike. Sepse data 20, dita e premte, jep mundësi shenjës së dashit për zgjidhur problemet. Çështja e dashurisë me peshk është perfektja, me peshore është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Dem të dashur, përgatituni për gjëra të reja, sepse duke pasur parasysh edhe mundësinë që ju jepet, kohën që ndodhin fenomenet, periudha ku ndodhin gjërat, është e juaja. Dhe momenti që juve keni është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Stabilizimi, konkretizimi, mundësia, rëndësia në jetën tuaj ka të bëjnë shumë me anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me ujor dhe me akrep duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo do thotë binjakët. Çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët kanë mundësinë dhe kohën? Binjakët duket se në fushën e punës së tyre një kontratë e mbyllin. Një kontratë shumë e rëndësishme dhe tepër e ndryshme në atë që bëjnë, sepse mundësia dhe momenti është i juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet në fakt mund të flas gjatë gjithë ditës së sotme. Dita e premte është dita juaj me kuptimin e mirë të fjalës, sepse dita e premte është dita e ndikimit dhe afërditës, por afërdita është ndikimi i shenjës së demit, por juve keni mundësinë se kohën e duhur për sa i përket stabilizimit dhe konkretizimit të lidhjeve dhe të çështjeve madhore, financiare dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë në lidhje me anën ekonomike financiare dhe në lidhje me disa vendime të rëndësishme. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjnë me ujorët e ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Luan të dashur, jepni mundësi kohë vetes suaj për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Sepse një nga mundësitë që keni, kohën e duhur që juve keni dhe respekti ndaj të tretëve ju bën të ndiheni superior në lidhje me takime, në lidhje me vendime. Po, ajo që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me disa takime mjaft të rëndësishme, por edhe një nga takime që keni të bëni tani ekskluzive, takime pune, takime karriere, është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat të duket se tani ka erdhur koha dhe momenti për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm në
ekonomi, sepse ekonomia është ajo që ju ka penguar disi, por jo diçka që juve mund të bëni diçka të madhe në anën tuaj të ekonomisë dhe të stabilizimit, sepse duke pasur parasysh edhe një takim i rëndësishëm për juve lidhet shumë me anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bënë me bricap dhe gafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshorët do duket se tani në këtë periudhë kanë momentin dhe kohën e dur mbi zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve ekonomiko-financiare, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale në ekonomi. Në çështjet e dashurisë, duket se me gafore dhe me dash, përgatituni një udhëtim i ëmbël. Një udhëtim ëndre, është me peshqit. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akripi. Për akripët duket se dita e sotme, një ditë e lodhshme, një ditë me reputacion që keni në fushën e punës suaj, do t'ju bëhet një ofertë. Oferta është në rol drejtues. Jeni gati të përgjigjeni kësaj oferte? Unë nuk ju lejoj në thonjza, se ju bëni çfarë do e barë zemrës tuaj, por më ndiqni në çdo dritare që unë jam. Dhe unë ju them nuk ju lejoj që të punoni pa lek. Sepse i boll punuat për botën, boll punuat për të tjerët. Dhe ku vjen momenti të trokisni dera është mbyllur. Po, në rol drejtues doni ju. Po, më keni zgjedhur juve, më keni parë juve, më keni studiuar juve, atëherë unë, me që se më keni studiuar dhe e dini kush jam, atëherë, burjum, kaq më koston. Jo për arsye të tjetër se mos i prishni Terezin, sepse jeni shumë përpara për çënë ato kohë. Do thoni juve, por që sa e them unë këtë mo Jorgo, unë do humbas në këtë që kam, sepse më kanë besuar një punë, edhe nuk jam i kënaqur me lekët që marr, po shtyhen. Jo, po ata atje e kanë atë hallin e tyre. Prandaj mos bini pre e këtyre gjërave. Po shikojeni, po do shikojmë pak edhe anën ekonomike, do t'i thoni. Ndoshta e marr përsipër këtë punë. Se juve vërtet merrni përsipër, jeni në gjendje, por këtë herë thoni ndoshta. Mos i thoni po. Se problem. E di që ja dilni, e di që do të gjeni fundin në asaj gjëje, sepse jeni të lindur për këtë punë, për atë që merrni rol drejtues, por gjithsesi. Në të çështje bëni pa kujdes, ju lutem, mos merrni gjëra sepse nuk më paguani për atë që bëni. Bëni si do e barazë më studion, kam drejt të them. Dashuria, luan peshk është perfektja. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se mundësia dhe rëndësia janë dy gjëra kryesore. Vjen momenti dhe koha për zgjidhur çdo problem që keni pasur. Çdo kohë e keni tuajën. Bini pas se do më kujtoni. I diçka shumë rëndësishme po ndodh tek juve. Ekonomia, stabilizimi, rritje në detyrë, ekonomia drejt stabilizimit dhe konkretizimit të gjërave të mëdha. I keni gjitha mundësitë përpara. Në çështjet e dashurisë duket se lidhjet që kanë bënë me virgjëresh dhe gafore duket të mbara. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë bricjapi. Për bricapët duket se tani erdhi koha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në biznes sidomos. Por lidhjet e dashurisë, me gafore dhe peshore, mos ju ndani se është koha juaj, momenti më i mirë për të ardhmen tuaj. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë ujori. Ujor të dashur, duket se kjo periudhë, ky moment është i juaji për sa i përket rëndësisë ekonomike, për sa i përket vendimeve që do të merrni, kohës që keni, do mund të aplikoni në një biznes sepse keni të tuajën, është mundësia shumë e mirë e mundshme për stabilizuar gjërat e juaja dhe koha është me juve. Në çështje dashurisë, me akrep, bini pas se do më kujtoni. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë peshqit. Peshqit dashur, sido që të jenë gjërat, nga do që të vinë çështjet, çdo ditë që kalon, një muaj është i juaj. Bini pas, shikoni, veproni, sepse keni kohën tuaj. Boll u lodhët për të tjerët. Punoni për veten tuaj. Sepse ata gëzojnë sepse jeni ju. Ata gëzojnë sepse bëni punën e dy fisht. E tani shikojeni pak veten tuaj, sepse ju takon. Është momenti juaj, është koha juaj më e mirë e mundshme për të zgjidhur problemet që e keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me ujor, është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 20 shkurt 2026. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi për gjithçka intereson, atje e keni astrologu.al. Zgjidhni paketën, shkoni në sekretaria dhe më pas flasim bashkë në detaje për gjithçka juve kërkoni. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe pastaj flasim bashkë. WhatsApp, Viber, Skype. Por juve që doni ditën e mërkur, që do jemi live, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, ndiqni hapat
Dhe duke zgjedhur sipas të dhënave që keni atje, jeni gati për dërguar mesazhin. Dhe nëse doni më tepër se një mesazh, bëni abonim të thjesht dhe flasim mbasi përfundon emisioni kur jemi live direkt ju marrim neve direkt sepse nëpërmjet telefonit kam bërë këtë pagesë dhe direkt futemi pagesat sepse duhet jenë të lira abonimet për ato momente, se janë momentet live, nuk është momenti që bërbën një diçka të madhe, domethënë që nuk flasim 20 minuta, 30 minuta, 40 minuta, 1 orë, ku diun, por janë pyetje përgjigje, abonimet e thjeshta kanë kohën e vet dhe momentin e vet. Dhe mund të jetë në pyetje përgjigje më tepër informacion rreth çështjeve që ju e keni. Nga Unë Rrepulla, gjithë mirat.